Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku kulaçka ose gurabie, të cilat ne i përgatisim zakonisht për festën e ditës verës, por vitet e fundit unë i përgatis shpesh edhe për ditët zakonshme, duke qenë se janë shumë të mira edhe për fëmijët. Kjo është një recetë e trashëguar nga gjyshja ime dhe ne në shtëpinë tonë gjithmonë kemi përgatitur kulaçka kur ishte dita e verës. Kulaçka që përgatiten me kos dalin shumë të buta. Tani duke qenë se jemi edhe në periudhën e Ramazanit, mund t'i përgatisni dhe t'i konsumoni edhe me çaj pas iftarit. Dalin me të vërtet shumë të shijshme dhe përgatiten shumë kollaj. Kush nga ju nuk përgatit ballokume në shtëpi, mund të përgatisni fare mirë këto kulaçka dhe do të kënaqeni vërtet. Le të nisim tani pa humbur kohë me përgatitjen e recetës, një recetë e thjeshtë dhe shumë praktike. Për përgatitjen e kulaçkave, në një tas unë kam shtuar një kokër vezë. Kam shtuar tek tasi edhe një filxhan e gjysmë kafeje me sheqer. Më pas tek tasi kam shtuar edhe një filxhan kafeje me vaj. Kam shtuar gjithashtu 2 filxhan kafeje me kos. Siç e shikoni edhe vetë, është i njëjti filxhan që unë kam përdorur për të gjithë përbërësit. Në këtë video, të gjithë përbërësit unë i kam matur me filxhan në mënyrë që ju ta keni shumë të lehtë procesin e përgatitjes së kulaçkave ose gurabie, siç i quajnë disa. Mos harroni të shtoni tek përbërësit edhe një majlugë çaji me sodë buke dhe një lugë çaji me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Tani të gjithë përbërësit i trazoni mirë së bashku derisa të formoni një masë homogjene. Dhe në fund fare do të shtojmë edhe mielin. Për këtë recetë unë kam përdorur 8 filxhan kafeje me miell. Edhe filxhani në këtë rast është filxhani i njëjtë që unë kam përdorur për të gjithë përbërësit e tjerë. Miellin e kam shtuar pak nga pak, duke kontrolluar edhe butësinë e brumit. Sekreti i përgatitjes së gurabieve të buta është që brumi për këtë gurabie duhet që të jetë i butë dhe që të ngjit në përduar. Pasi në këtë mënyrë kulaçkat në fund dalin me të vërtet të shkrifta dhe të shumë të buta. Pasi shtoni dhe mielin tek tasi, do t'i trazojmë të gjithë përbërësit mirë dhe do të formojmë brumin. Për përgatitjen e këtyre kulaçkave nuk ka rëndësi që brumin ta punonim për një kohë shumë të gjatë, mjafton aq sa të përzihen të gjithë përbërësit mirë. Siç ju thash, brumi në këtë rast duhet që kur ta prekni të jetë goxha i ngjitshëm në përduar, siç e shikoni edhe vetë në video. Dhe në fund fare, brumin kur mendoni që i keni gati, tani pa e lënë fare që të pushoj, do ta ndajmë në kuleç të vegjël. Për ta pasur sa më të lehtë procesin, do të marrim një tas me pak vaj, do të lyejm pak duart dhe më pas do të këpusim kulaçka të vogla. Madhësinë e kulaçkave e vendosni vetë. Kulaçkat pasi i formojmë në formë rrethore, i vendosim në një tepsi ku kemi shtruar një letër përpjekje. Ndërkohë mos harroni të hapni furrën në 200 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet. Pasi përfundoni të gjitha kulaçkat së formuarit dhe i keni vendosur radh njëra pas tjetrës në tepsi, duke lënë pak hapësirë midis tyre, pasi në momentin që ato piqen në furrë, do të zmadhohen dhe duhet që të ketë pak hapësirë midis kulaçkave. Në fund fare, kulaçkat i lyejm pak sipër me vajin që na ka tepruar. Dhe tani kulaçkat i kemi gati për t'i pjekur. Furra duhet që të jetë e nxehtë dhe kulaçkat i pjekim në 200 gradë Celsius për 20 ose 25 minuta. Pjekja varet nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Në momentin që shikoni që kulaçkat kanë marrë ngjyrën e bukur të pjekjes, është koha që kulaçkat i heqim nga furra. Pasi i heqim, i mbuloni sipër me një pecet për të paktën 2-3 minuta
dhe më pas ulaçkat I keni gati. Mund t'i konsumoni të ngrohta ose edhe pasi ftohen, pasi me të vërtet dalin shumë të mira. Dalin të buta, janë shumë të mira për çfarëdo lloj rasti, qoftë edhe në rastin që t'i konsumoni pas iftarit me çaj apo kafen që konsumoni me familjen tuaj, ose mund t'i përgatisni për fëmijët në mëngjes, ose siç u thash, mund t'i përgatisni edhe tani për ditën e verës në vend të ballokumeve. Kjo është një traditë që vazhdon prej vitesh në familjen time dhe unë sot recetën e ndava edhe me ju. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos kurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.